ka pastyrim të rreth të dhënave. Dhe që do të merret personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Do të arrestoj. Me këtë kërcënim, ju drejtua prokurori i Elbasanit, Gjergj Ceka, avokatit Ulian Bajrami, gjatë një debatit të tensionuar në sallën e gjyqit në 17 tetor 2025. Nga fjalët u shkua tek veprat. Vetëm pak orë pas debatit, avokati Bajrami prangoset për kanosje të prokurorit, një rast që shkaktoi reagimin e fuqishëm të shoqatës së avokatëve dhe juristëve në mbar Shqipërinë. Por për inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani, megjithse prokurori Gjergj Ceka rezulton të mos jetë vetë përmbajtur dhe të ketë shkelur rregullat e solemnitetit dhe etikën në komunikim, nuk ka ardhur ndonjë pasojë konkrete në lidhje me ushtrimin e funksionit të prokurorit. Ky qëndrim absurd i krye inspektorit të drejtësisë, i cili thotë se nisi verifikimet kryesisht pas raportimeve mediatike, cënon logjikën minimale të opinionit publik. Artur Metani thot se nuk ka ardhur ndonjë pasojë, ndërkohë që avokati Bajrami qëndroi në paraburgim për të paktën 40 orë, derisa një prokuror tjetër i Elbasanit konstatoi se ndalimi i tij ishte i paligjshëm. Inspektori i lartë i drejtësisë është një nga strukturat e reja të drejtësisë së re. Në 17 tetor 2025, në gjykatën e Elbasanit, po shqyrtoheshin kërkesat e prokurorit Ceka për caktimin e masave të sigurimit ndaj disa personave. Gjatë seancës gjyqësore, avokati Bajrami konstatoi se prokurori Ceka nuk kishte asnjë provë ndaj klientit të tij. Në fjalën e tij, avokati u drejtua prokurorit se do të merrem me ty personalisht dhe me oficerët e policisë gjyqësore, pasi po manipuloni provat. Prokurori e kërcënoi, do të arrestoj. Të shtunën e 18 dhjetorit 2025, avokati Ulian Bajrami thirret të paraqitet në komisariatin e Elbasanit, ku i komunikohet urdhri i ndalimit. Gjithsesi, ai lirohet pas disa orësh. Kryeinspektori i lartë i drejtësisë, Artur Metani, njoftoi se rasti është arkivuar, pasi ai dhe stafi i tij nuk kishin gjetur shkelje as nga prokurori, as nga gjyqtarja.